Anis Mehmeti hodhi një hap të rëndësishëm në karrierë duke ju bashkuar Ipswichit me synimin për të ndihmuar klubin të rikthehet në Premier League. Sulmuesi 25 vjeçar shqiptar u transferua te skuadra e re nga Bristol City për një shumë të padeklaruar që sipas zërave sillet rreth 3 milion pound dhe ka firmosur një kontratë deri në verën e vitit 2029. Jam vërtet i emocionuar që kam firmosur gjithçka që klubi po përpiqet të arrijë përputhet me ambicjet e mia dhe kjo flet vet. Tifozët janë të jashtëzakonshëm dhe mezi pres të luaj përpara tyre, jam një lojtar i jetur për fitore, dua të shënoj gola, të jap asis dhe të bëj gjithçka që mundem për të ndihmuar ekipin. Të gjithë e dinë që ambicia është rikthimi në Premier League dhe unë jam këtu për të ndihmuar të realizojmë këtë, deklaroi shqiptari. Mehmeti u transferua te Ipswich pasi kishte shënuar tashmë 8 gola dhe kishte dhënë 6 asis në gjysmën e parë të sezonit 2025-2026 të Championshipit me fanellën e Bristol Cityt. Anis Mehmeti është zyrtarisht lojtari i Ipswichit në Angli. Sot u kryen vizitat miqësore për të ardhur më pas zyrtarizimit i transferimit. Kontrata firmosur me klubin e Championshipit është e vlefshme deri në vitin 2029. Shifra e transferimit nga Bristol City nuk është bërë publike. Kalimi te një klub tjetër i Championshipit nuk mund të ndalohej pasi sulmuesi shqiptar do të mbetej pa kontratë në fundin e sezonit. Mehmeti largohet si një nga lojtarët më të rëndësishëm të 2 sezoneve të fundit të Bristoli. Në total do mbaj kujtimin e 26 golave dhe 9 asisteve. Ky largim ndërkohë ishte paralajmëruar 3 ditë më parë. Kalimi tek Ipswich është një hap i madh në karrierë pasi Ipswich synon ngjitjen direkt në Premier League. Aktualisht mban vendin e 3 në renditje me 2 pikë më pak se vendi i dytë. Trajner te klubi i ri i Mehmetit është Kieran McKenna, 39 vjeçari anglez, konsiderohet si një nga më premtuesit.